Shtetet e Bashkuara kanë nisur zyrtarisht festimet për 250 vjetorin e pavarësisë, një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e vendit. Presidenti amerikan Donald Trump hapi ceremonitë me inaugurimin e panajirit kombëtar Great American State Fair, të organizuar në National Mall në zemër të Washingtonit. Në fjalimin e tij, Trump cilësoi këtë ngjarje si fillimin e festës më të madhe që një komb ka organizuar ndonjëherë për ditëlindjen e tij. Ai kujtoi shpalljen e pavarësisë amerikane në vitin 1776, duke theksuar se etëri themelues ndryshuan historinë e botës me deklaratën e pavarësisë. Presidenti amerikan deklaroi se Shtetet e Bashkuara mbeten ekonomia më e madhe në botë, fuqia më e madhe ushtarake dhe teknologjike, duke shtuar se vendi po hyn në jubileun e 250 vjetorit më i fortë se kurrë. Amerika është rikthyer, u shpreh Trump para mijëra pjesëmarrësve të mbledhur në ceremoninë festive. Panajiri, Great American State Fair, do të zgjat 16 ditë, nga 25 qershori deri më 10 korrik, dhe do të përfshijë ekspozita nga të gjitha shtetet dhe territoret amerikane, duke promovuar historinë, kulturën dhe identitetin kombëtar të vendit. Ceremonia e hapjes u shoqërua edhe me demonstrime ajrore spektakolare. Në qiellin e Washingtonit fluturuan bombarduesi strategjik stealth Northrop B-2 Spirit dhe avionët luftarak Lockheed Martin F-35 Lightning II, duke i dhënë aktivitetin një karakter të fortë patriotik. Festimet do të kulmojnë në fillim të korrikut, kur amerikanët do të përkujtojnë plot 250 vjet nga shpallja e pavarësisë, një moment që konsiderohet themeli i krijimit të Shteteve të Bashkuara moderne.